shtuar presionet jo parimore të faktorit ndërkombëtar lidhur me zënjen në rob të 8 pjesëtarëve të forcave serbe, zona operative e shalës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po merr mbështetje të fuqishme nga populli dhe nga zonat të tjera operative. Sot në këtë pjesë të Kosovës qëndruan përfaqësues të misionit verifikues të OSBE-s dhe ata amerikan. Njofton për këtë bashkëpunëtori ynë Sabit Gashi. Në studimet e epër të vushtrisë ka hyrë një konvoj i përbërë prej 3 kamionësh dhe 7 gjipash për plot policie ushtarë. Drejtimi i lëvizjes së tyre ka qenë nga vushtria ka studimja e epër. Ato u kthyen rreth orës 15 në bazën e tyre. Një grup verifikatorësh ndërkombëtar i përbërë nga amerikanë e anglez qëndrojnë vazhdimisht në shalë të Bajgorës dhe mbajnë kontakt të vazhdueshëm me komandën e brigadës 141 me Huka. Ata interesohen për robrit e luftës të zënë nga UÇK-ja. Atyre u sjellin ushqime dhe cigare. Sipas informatave të derisotme, grupi i ushtarëve të zënë rob, pa vedijen e tyre ka qenë sakrifikuar nga ushtria jugoslave me qëllim të sigurimit të pretekstit për të ndërmarrë ofenziv ekskluzivisht ushtarake kundër UÇK-s në shalë të Bajgorës. Grupi i verifikatorëve ndërkombëtar, bashkë me kryqin e kush ndërkombëtar, kanë vizituar sot rreth orës 14:30 robrit e luftës. Njësitet e UÇK-s në shalë të Bajgorës janë në gatishmëri të plotë ushtarake për të bërë ballë çdo sulmi të mundshëm të armikut. Zonës operative të shalës po i arrin telegrame nga anëkënd Kosova. Telegramet janë me përmbajtje shumë inkurajuese për luftëtarët e zonës operative të shalës. Vijnë telegrame nga populli i shalës, Ortakollit, Vushtrisë, Mitrovicës, Drenicës e tjerë. Telegrame mbështetëse i dërgojnë zonës operative të shalës edhe komandat e zonave operative të mbarë Kosovës, zonës operative të Llapit, Dugargjinit, Drenicës e tjerë. Në telegramen e zonës operative të Drenicës thuhet: jemi me ju, mos ju nënshtroni presionin të paskurpull të faktorit ndërkombëtar. Drenicën do ta keni mbështetje të fortë. Pengë janë civilet e paarmatosur shqiptarë që po i kidnapon Serbia para syve të vëzhguesve ndërkombëtar dhe jo ushtarët okupatorë të armatosur deri në dhëmbë. Ata janë robër lufte. Morali i ushtarëve tanë është i lartë dhe do të shërbej ku të ketë nevoja dheu, prandaj do të shërbej edhe në shalë. Mos u përkulni. Përshëndetje luftarake, zona operative të Drenicës. Në telegramin përkas të zonës operative të shalës nga zona operative Dugargjinit thuhet: jemi me ju. Shantazhet dhe presionet nuk na friksojnë. Kur shqiptarët civil zihen e mbahen peng, kjo nuk i bën as pak përshtypje mision verifikator të OSBE-s dhe bazës së tyre. Kur ushtarët tanë zënë robër ushtar okupator, i quajnë pergje. Para këtyre përsërive nuk do të lëshojnë pe. Ta mbajmë dinitetin e ushtrisë tonë të lavdishme. Morali i ushtarëve tanë është rritur shumë nga qëndrimi i papërkullur i juaj, prandaj mbahuni të pamposhtur. Ndihma jon nuk do të mungojë. Përshëndetje luftarake, zona operative e Dugargjinit. Në telegramin përshëndetës dhe inkurajues të zonës operative të Llapit dërguar zonës operative të shalës, thuhet: këto ditë, pas zënjes rob të 8 ushtarëve të pushtuesve, zona juaj i është nënshtruar një presionit jashtëzakonshëm ndërkombëtar për lirimin e tyre. Lirisht mund të thuhet se gjatë këtyre ditëve ishit në qendër të opinionit ndërkombëtar dhe atij kombëtar. Mirë po, ju me një dinitet të shkëlqyer jeni duke i bërë ballë këtyre presioneve jo parimore të faktorit ndërkombëtar që të zënit rob të lirohen pa kushte dhe ju po i përmbaheni me vendosmëri vendimeve që po i merr shtabi i përgjithshëm i ushtrisë krijimtare të Kosovës rreth këtij problemi. Me qëndresën e juaj gjithashtu po i tregoni edhe pushtuesit se nuk friksoheni nga kërcënimet e tij dhe se të gatshëm prisni të gjitha sulmet e ofensivës së tij. Presioni që po bën faktori ndërkombëtar themi se është jo parimor, sepse me qindra dhe mijëra shqiptarë deri më sot janë kidnapuar, arrestuar dhe zënë rob, ndërsa faktori ndërkombëtar nuk është merakosur fare për këtë çështje. Ata rreth kësaj çështjeje janë duke matur me kulte të ndryshme. Pra, duke marrë parasysh edhe këto fakte, qendresa juaj merr për masa madhështore. Jeni bërë këto ditë qendra e krenarisë kombëtare. Ju lumë, mbahuni. Komanda e zonës operative të Llapit. We are pleased, Jemi të lumtur, as part of a fair and balanced agreement,
si një pjesë si pjesë direkte dhe drejtë dhe balansuar e marrëveshjes that the KLA has released Yugoslav soldiers. Ambassador Petric, Ambasador Petrici, Ambassador Hill, Ambasadori Hill and I dhe unë have given our guarantees to fulfill all the points that we have discussed here today. kemi dhënë About the situation? About Friday, Yes. about 10 and 30, we packed, we prepared to go to the to see some car accident, military car accident, but we missed the road on the and we go to the village bar, se zove bar. We go to the village bar and there we stopped by patrol of OVK. There is no attack. Right. But You just stopped normal. Stopped normal. Yeah. We disarmed. We are disarmed and we dovedeni smo ovdje. There's no any physical attacks by us. The gentleman from OVK very fairly they do right about us. That No problems. no problems, so everything was okay about his side. Then we in Saturday see the gentlemen from OEPS about 15 o'clock, and yesterday about 12 o'clock. They informed us about negotiations. Radio opportunity to listen to the Radio. new. We are waiting. Ćemo samo nas dvojicu imena? Ili svih nas. Može samo vas, pošto ima... Nothing is planned. But you don't know. I mean, neither did KLA know, neither. We didn't want to shoot them. To say.